Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Kemi nisur një javë të re, në fakt është ditë pushimi. Është shumë mirë, Pasquetta. Sot në Itali, jo në Shqipëri, kanë zakonin dalin bëjnë kështu në Shqipëri është pushim. Mish në grill. Sot? Po pse s'kan ngrënë dje apo? Ja, po, dje kanë ngrënë jo në mënyrën e dur, domethënë. Shoqata e kardiologëve e pëlqen këtë veprim. Po jo, normalisht. Po si mund ta thuash këtë gjë? Unë flas për tradita, Ti dje si kalove se si i plagosur që. Jo, koleg, me dietë, Duket. Me dietë, ishte çuar nga tavolina në orën 3:30 të drekës. Kur ishte ulur një herë? Në orën 12. Por tavolina vazhdoi deri në 7. Dhe i vetmi që ishte çuar nga tavolina ishte kolegu, i cili pasi kishte konsumuar 2 birra dhe veta, donte të merrte një sy gjumë. Koleg, kjo që the shumë e saktë. Më duket sikur ke qenë edhe ti aty midis nesh. Patjetër. Se unë kam bërë një sjellje të ngjashme, po jo kaq të egër sa jotja. Ti ke fjetë në tavolinë. Po, fundjava jote si kaloi, erdhën ata, shkove ti. Po, erdhën, kaluam shumë mirë, ikën për të ardhur prapë në mes javës. E kuptova, se kjo rruga tani u morin qafë. Na morin. Se jemi dhe afër. Sa jemi? 20 minuta? 20 ca minuta. Pra, mund punosh në Burrel dhe të flesh në Tiranë. E kam menduar. E ke menduar dhe këtë, për të kursyer paratë e apartamentit, kuptoj, e qartë. Ka pasur evente gjatë fundjavës? Patjetër, sepse në një televizion si vlla apo si motër, si e bie, është luajtur episodi final i një projekti madhështor, 4 muaj aty brenda, pa ngrënë, pa pirë, me ngrënë, me pirë. Dhe është shpallur fituesi. Është ai që ne këtu kemi tuteluar gjithkohës. Ke fjalën për Lulin që kishte bërë DJ-in të shtunën darkë. Çfarë programe sheti, koleg? Lajmet. Shiko entertainment. E ke fjalën për udhëhesin që do të na blej lirë Vrenozi. Jo. Është shumë gjetje. Për merkaton e verës, do të vinë në shtëpi e kështu me radhë. Por çka ka ndodhur tjetër? Fitoi ai. Po, fitoi. Që mori numrin 5. Fitoi kush? Gjesti, koleg, gjesti. Ky që përshtyt atë gocën? Po, Besart Kelmendi, mos gaboj? Po, kështu e kishte. Po, koleg, sepse më mirë gjesti se është. Si e kishte emrin? Besart. Paska si për kryetar të forumit rinor të PD-s. Nuk është ide e keqe, ata ka përpjekur që ta. Tani, ky me kë është, me ne apo me ata? Për zgjedhje e kam fjalën. Do ta shohim ditë vijim kush do t'i afrohet. E kuptova, e qartë. Dhe tani mos bëjmë sikur si dim gjërat, por ky ka ngrënë një shpull. Po. Çfarë shpull? Ka qenë bekim. Po. Sepse për 100.000 euro kolega edhe unë jam gati të kthej faqe tjetër. Me kaq pak dinjitet, domethënë? Nuk është çështë dinjitet. 150. Nuk ka afron njëri këtë. Kuptoj, e qartë. Megjithatë, futbollistët frymëzohen nga shpullistët. Është shprehje e re. Fati i madh është që parkimi është më mbrapa. Është aty dhe Chelsea Cross Scott makina ndezur për këtë rast. Ndeshje Laçi të duk. Jo, mos i personalizojmë. Këtu ne është gjithçka e qetë, gjithçka. Për sa i përket Laçit, industrial, o fitore o skandal. Ai do të rejat për kampionatin shqiptar. Urdhë? Po, ai do të rejat, jo. Jo, i du, po. Po pra, Ignatia vazhdon të kryesoj. Rogozhina. Po, Rogozhina është ekip më i fortë në momentin. Flamurtari, koleg, fitojnë në Vorë duke garantuar pjesëmarrjen në Super League. Pra, viti tjetër do kemi Vorën dhe Flamurtarin. Vora. Po, ndërkohë Elbasani dhe Partizani me pikë barabarta 50, ndajnë luajnë për vend e 4. Ndeshja fundit është Elbasani Partizani. Pra shumë e bukur. Gjaku do i ngjudë. Final. Nuk e di o gjakun ose një gjë tjetër. E kuptoj. Duhet parë. Duhet parë. Vend 4, po dole më të 4 që fito? Futesh në Final Four dhe ke një farë mundësie për të fituar kampionatin, koleg. Për të luajtur për titull. Po, pse ne kemi me... Kemi sistemin Final Four dhe deri tani është... Ka dhe play-off në kraun tjetër? Dinamo është Vllaznia dhe njëri midis Elbasanit dhe Partizanit diskutojnë vendin e 4 për play-off. Ndërkohë. Po Tirana? Tirana ka problem, jo, duhet patjetër të fitojë dhe kam përshtypjen i duhet dhe një kombinim i tillë që të qëndrojë në Super League. Ndërkohë rrezikojnë mbylljes si Laçi.
po dhe Skënderbeu, janë 4 ekipe që luajnë për 2 vende. E qartë. Ku i shefti këto? Apo vazhdon ndjek programin sportiv të RTS-s ku ke qenë vetë pjesëmarrës me gatësha ushin? Kjo që the është e qartë. A do jesh pra? Kanë thënë gjë? Nuk e di, ndoshta po, ndoshta jo. Megjithë, ke shku ndonjëherë tani këto kohë të shohësh në ndeshjet gamenash? Jo, koleg, se ç'a ndodh? Unë kam shtëpinë në një balkon, kam thënë, atje dhe shoh ndeshjet pa bilet. Ç'a fruta shtata përdor? Dhe çfarë birre? Tash po ta them do më thuash ti kshuti ashtu. Domate thara. Mirë. Mirë. Pasion. Ne e përdojmë fara lue dielli. Fara kungulli, gjëra të atyre. Edhe më pëlqen shumë se kisha i gocë në ndeshje shumë e bukur. Si punoj, kisha mbrapa. Kur mbarova ndeshjen nuk dalloj as emri as numri që kisha të shkruaj te bluza. Ka qenë. E kuptova. Le të shohim si shkojnë shqiptarët në stadium. Besoj, apo? Ja, shumë krip, nuk bën mirë. Nuk bën. Atëre, kanë qenë festa e Pashkëve, nuk është se ka pas një interes të madh, kisha të plot gjithsesi, domethënë, por VIP-at nuk u shfaqen, apo jo? Apo ka pas VIP-a? VIP-at u shfaqen në Big Brother, VIP-at e vërtet, nuk VIP-at tjerë. E qartë. Deri çfarë ore zgjati spektakli? Po thuhet deri 3, domethënë mua në orën 2:20 më kaputi gjumi. Kur po? 2:20. Ke deri 2:20? Po. Po ti? Jo, unë më zu gjumi në orën 10, pastaj më doli në orën 12 dhe pak, pastaj më zu gjumi prapë, ishte një maraton gjumi. Punojmë për ata, se do ishim detyruar, jo vetëm të rinin, po të merrnim edhe në studio, të bënim dhe muhabet, bënim dhe sikur ishim të lumtur për këtë gjë e kështu me radhë. Megjithatë, le të flasim pak për Pashkët, si do i festonin Pashkët VIP-t e Amerikës. Bukur ja. Ata të cilët thanë që do hikim nga Amerika po fitoj Trumpi. Gjithë në Amerikë mbel. Trumpi një Tani kjo e fundit, domethënë tani kuptoj që Trumpi ngjan gjyshin si shoku tim, po kopje dhe ngjan shumë gjysheve. Sidomos shumë gjyshe si president. Nga Europa e veriut, ka shumë gjyshe si Trumpi. Gjorgji, Bielorusi, në Rusi patjetër, nga Siberia. Estoni. Po. Tropoj, Kukës, po. Janë nordik ta. Tani, koleg, jemi në... Ti e more vesh se si zëvendësuan këta veste Pashkës? Jo, se di. A se dini? Jo, se kam dhe. Me patate. Patate Pashke? Po, s'kam vesë. Po ku bët ajo loja me vezë? Nuk kanë. A e loja patate zgjate, vazhdo në koma. Kanë marrë patate i lyen, po forma e patate zë të si formë vezë. Dhe më gjenë, në një shumë me patate gjenë, dhe më disa tila, edhe i lyen me bojë. Në këto të kuksit? Bravo, shishta vecit qënë, po që ti jemi në rregull. Tani, jemi fushat elektorale, koha vazhdon, doktori ka vendos kapele. I shkon? I shkon, çdo gjë i shkon doktorit. Karta e lasivit, sa bëj kapele, kjo është fatura, legë. Ma, ta që mos bëj si ta. Nuk punon njëri falas. Ja bërë si patronazhist, dhe të lutem. Nuk pranojnë kolegat, kam aplikuar, po... Nuk pranojnë, kërkesa e nuk pranojnë. Merë pjesë program në gabuar, në rregull. Megjithatë, le të shohim ofertat ekonomike, sepse jemi serioz, le të flasim për biznes të vogël. Do të ngrenë tavanin e biznesit, tavanin e taksës e të vëshës edhe të tatim fitim. Shiko, nëse i ka aktruar, meritonit shumë Oscar. Nëse ishte kaq natyral, kurse nëse është tremër vërtet, pastaj halli madh. Po jo, ai mund të jetë lumturuar, do ngrej biznesin dy kat. Po pra, e pa i herë kështu se tha, më i lartë. Po çdo gjë duhet, çdo gjë ndodh. Jemi fushat elektorale, do të shprehesh me tepër entuziazëm. Po, nuk di këtë të votoj. Këtë votosh? E di që vota është e fshehtë. Ta themi ne për këtë votoj, pas emisionit. Edhe para emisionit, po të shumë. Sqarojmë, pas pak. Ti ku voton? Në Bruksel. Aha, po do për këtë dush. Ta se votojmë në Tiranë. Ja, po nëse doni ju, vi. Njësoj është, nuk është. Bile atje i njëti kandidat është dhe për vërtetë. Është një shpet. Pas pak. Do të kemi në studio Mendi Kabashin, vajzën e Mirush Kabashit, një ditëlindje pa Mirushin. Janë zhvilluar një sër aktivitetesh që nga një dokumentar, 100 maska, një shpirt,
një libër dedikuar gjithë jetës e veprave të artistit Mirosh Kabashi. Do të kemi mendin për ta kujtuar sot. Po, Mirosh Kabashi njihet si Sokrati i skenës shqiptare, sepse ka luajtur apologjinë e Sokratit. Një nga tekstet më të bukura të shkruara nga shkrimtari grek Kivaroe. Po do e gjejmë. Pastaj do flasim çik edhe për Miroshin, si ka qenë jetën personale e kështu me radhë. Tani ka patur ndeshje mbrëm? Dje? Gjithë ditën. Po, gjithë ditën, po. Ka luajtur dhe Interi? Patjetër, ka luajtur Interi. Nuk doli mirë, po ne jurojmë fitore gjithsesi. Minuta 94 ishte? 94 ishte. Orsolini, ose Arushi Bolognez. Ish lojtari i Juves, që s'lujti kur me Juven. Ka Sa bërë gola një morën? gjysmë rofishat. Një gol duhet, një. Kjo shpreha sa gola morën nga vjen. Se në Shqip, ne kemi shumë thjesht. Sa hongrën, sa gola morën. Po mirë, sa gola... Më mungon shumë. Më mungon. Më ka marrë malli mi motor. Po më mungon, pra një pjesë Më mungon. Ku e shpikët ka? Më ka këput malli, më ka marrë malli. Po si të këpus ka malli? Po mirë pa si më mungon. Pra, dhe më bëjmë apelin që na mungoni. Koleg, ti si mendon? Unë mendoj që ai bën kot, sepse ai si letrar që është përdor edhe shprehje edhe me të egzageruar, pra. edhe metafora, edhe me Të tipit, për shembull, sa gola morën? sa gola do marrë Juvja për shembull sot nga Parma, për O, shembull. zot. Shkon si fjali. Sa gola morën, po. Një morën, apo jo? Një. O, zot. Që është kjo Shqipe e re, dhe me dhënë që na delë. Por Blerina Shaho është tifoze të çmendur e Interit, e cila në trup ka 11 tatuazhe kushtuar ekipit të saj të zemrës. Ç'më na intereson kjo? Ajo ka pozuar dhe nudo për Interin. Okej, do pozoj nudo. Nuk e di, po të kishte fituar Interi dje dhe mbase. Qofse do pozoj nudo, dakord, po qofse vjen për të treguar që ka bërë tatuazhet e... Kjo ka ardhur për ju, për t'ju mbyllur gojën juve që ju... Jo, nuk ka qatë na mbyllin ne, por unë njoh disa psikolog, të cilët ndoshta ajo ka nevojë. Madje njoh edhe një psikiatër, por për momentin deri 11 maj e kam të zënë, se është me zgjedhje. Po ndonjë mjek të përgjithshëm që mund të jap këshilla të lehta mjekësore? Patjetër. 77-313. Po. Gjithsesi do vazhdoj të bëj tatuazhe. Ka vend akoma. Ka vend akoma. Tatuazhin e parë ka patur në shpinë stemën e Interit, po ka qenë stema e vjetër, Tani unë nuk është se jam tifoze me Interin, po i kam veshur një bluzë simbolike sot për t'i ardhur. Është periudha e alergjive, sepse jemi në pranverë. Nuk fillojnë na zë teshtimat, na dalin urtikare, domethënë ka... Nga Interi? Jo, thash në përgjithësi, domethënë, nga Interi. Është diçka shumë e bukur, ti dedikosh ekipit të zemrës tonë, nëse do bëja një tatuazh. Të gjitha me Interin, Të gjitha. Çfarë mendimi ka për Aslanin kjo? Do ta pyes. Djalë simpatik i duket. Do ta pyes. Pastaj, rikthehet në studio, do flasim në fund, domethënë bëjmë një gjë të vërtetë në emision, do rikthehet Luciano Bardhi, një arsye ka pse rikthehet dhe kuptohet ne dy nuk kemi arsye, kolegë. Jo, jeni dhe ju se mund keni probleme me zorët dhe jo vetëm. Kënga e zorëve, thot Luciano Bardhi, ma përkthe pak në anglisht, se na mungon shumë Luciano këtë periudhë. Kënga e zorëve. Song, nuk e ashtu do ta thot Luciano. Okej. Është libër, është libër i ri. Është libër i ri që ka titulluar Kënga e zorëve. Librin e ri ka. Është volumi i dytë i librit të parë. Okej. Kështu nxjerrej pak nga pak. Po. Ama janë net të gjata dhe orë të zgjatura pune. Po ti nga i di net të gjata dhe orë. I kam lexuar në stavë që doktori ka pasur. Jo, net të gjata. Kam patur punë tjera. E kuptova. Gjithsesi, është një libër që vjen si një balancim i trupit, mendjes dhe shpirtit. Shumë mirë. Ju kujdeseni për zorët tuaja, pastaj apo jo? Unë i marr në tavolinë, u flas për gëdhel, pastaj ha prap. Na hapet. Hiperaktiviteti tek fëmijët lind nga zora, kolegë. Po. Dhe jo vetëm te fëmijët. Te të rriturit? Patjetër. Bira mbase po gjithsesi. Vazhdojnë, pastaj do gatuajnë. Një ëmbëlsirë me mollë dhe karamel. Kjo është e thjeshtë, domethënë mollët i gjejmë, karamelet i gjejmë, i fotografon. Edhe mbaron puna. Jo, është diçka ndryshe. Diçka ndryshe. Edhe çajm foto. Nuk është kjo, patjetër, por është një ilustrim. Se kemi 7 mollë dhe po ta vëni re, kjo foto ka mollë sipër. Ka dhe karamel. Pjesa tjetër, ujë, miell,
Vezë, bëhet brumi. E qarë. Koleg, qa mëllësina shkishë tje? Buk pashke, besoj? Mos më luaj, koleg, se jam deri këtu. Në fakt, dukesh nga... Nuk është mirë sot, nuk është mirë. Ka vën shumë barë. E di si ka arë sot puna, pe? Ja, drunk in the morning. S'na tha motin. S'ma kërkuat. Unë se kërkoj të. Me gjitha të, që se keni gjysëmore. 10 sekonda do bjerë shi, po jo. 10 sekonda, kjo javë do tjetë drobi drozbi, në kuptimin e kësaj. Janë lojtarët më të ri. Drobi dhe drozbi. Frymëzuar nga drogba. Fundjava shë lagësht, fundjava tjetër shë thatë, së më duhet më thatë. Jemi gjithë vlorë në... Ne kemi prerë biletën. Fundjavën tjetër. 3 maj, koleg. Tani 2 apo 3, se e ke ndryshuar datën. 3 maj. 3 maj pa është e shtunë. 2 është e premte që do ikë nesër.